Qoftë lëvduar Jezu Krishti për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Në këto momente ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e kremte lindja e Shën Gjon Pagzuesit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Për të mundur sklevërit të rtejzat e zërit, ti bëjnë të ushtojnë çudit e punëve të tua. Zgjidhe mëkatin e buzëve fajtore, o Shën Gjon. Kur erdh nga qielli e përlajmtari, ti yt atë se ti do të lindësh njeri të madh, emrin dhe vargun e jetës që do të bëje me radh jashfaqi. Ai me dyshim në premtimin e teprit, humbi në çast mënyrën e të folurit, por kur linde, ja përtrive organet e zërit të shuar. Strukur në folenë mbuluar të barkut, kishe ndjerë mbretin që në dhomë qëndronte. Këtej nëna e foshnjës për merit të dyve shfaqit të fshehtat. Banorët e qiellit madhërojnë me lavde, ty o Zot i thjesht e i barabart në trini, dhe ne si lutës ty të lypim falje, falit të shpërblyerit. Amen. Antifona e parë. Prej Elizabetës lindi Gjoni, pararenci i Krishtit. Psalmi 113. Lavdërojni shërptoret e Zotit, lavdërojni emrin e Zotit, qoftë bekuar emri i Zotit, që shtash e deri në amshim. Që kur lind dielli e deri sa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit, i madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i te i kalon qiejt. Kush është si Zoti i hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për të vënë të ri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Prej Elizabetës lindi Gjoni, pararenci i Krishtit. Antifona 2. Plag dhe berojnë. Elizabeta e qiti në dritë Gjon Pagzuesin. Psalmi 146. Reshtat 1-10. Lavdëroje shpirti im Zotin, do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time, derisa të jem, hyjit tim do t'i këndoj. Mos e vini shpresën tuaj në princa, në njeri që s'është i Zotit të shpëtoj. Njeriu jep shpirt e kthehet në dheun e vet. Brenda një dite humbasin synimet e tij. I lumi ai që ka ndihmën e hyjit të Jakobit, që ka shpresën në Zotin, hyjin e vet, i cili krijoi qiellin e tokën, detin e gjithçka është në ta. Që mban besnikrin për amshim, që u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti i çliron robërit, Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti i ndrejq të kurrusurit, Zoti i do të drejtët. Zoti i mbron ardhacakët, u ndihmon bonjakëve e të vejave, ndërsa mëkatarëve u apshtjellon udhët. Zoti do të mbretëroj për jetë, hyji yt o Sion nga breznia në brezni. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Plag dhe berojnë, Elizabeta e qiti në dritë Gjon Pagzuesin. Antifona 3. Prej të gjithë atyre që lindën prej gruaje, nuk lind dikush më i madh se Gjon Pagzuesi. Kënga krasto Efesianët kapitulli i parë, reshta 3-10. Qoftë bekuar hyji. Ati Zoti ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. Para ti në dashuri, ai na parashënoi për vete, të jemi bij në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit. Në të, në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin,
Në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne. bashkë me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, e të gjithë qëndësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Prej të gjithë atyre që lindën prej gruaje, nuk lindi kush më i madh se Gjon Pagzuesi. Leximi i shkurtër marr nga Veprat e Apostujve, kapitulli 13, rreshtat 23 deri në 25. Hyi prej pasardhësve të Davidit, si pati premtuar, i angriti Izraelit shëlbuesin Jezusin. Para ardhjes së Jezusit, Gjoni predikoi mbar popullit të Izraelit pagëzimin e kthimit. E kur Gjoni po jepte fund misionit të vet, thoshte: Unë nuk jam ai që ju mendoni se jam, por ja, pas meje po vjen, ai të cilit unë nuk jam i dijen t'ja zgjidh të mbathurat e këmbëve. Përgjigje e shkurtër. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Pas meje po vjen një që ishte para meje. Përgatitni udhët e tija. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Në tempullin e Zotit, në të djathtin e alterit të kemit, Zakaria pa angjëllin Gabriel. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës, ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej prohurit hyjt shëlbuesit tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thot, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim ashtu tash përgjithmonë i jetës. Amen. Në tempullin e Zotit, në të djathtin e alterit të kemit, Zakaria pa angjëllin Gabriel. Lutje të besimtarve. Me plot harej t'i lutemi hyjit që Gjon Pagzuesin e zgjodhi në mes të njerëzve, që të kumtojë mbretërinë e Krishtit. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Gjonin e thirrë nga krarori i nënës për të përgatitur rrugën e birit tënd. Na thirrë edhe ne të shkojmë pas zotrisë me zellin e Gjonit, i cili ja përgatiti rrugën. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Ti bëre që Gjon Pagzuesi ta njohë qengjin e hyjit, bëj që kisha jote t'ua tregoj të gjithëve dhe njerëzit e kohës sonë ta njohin. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Ti bëre që profeti yt të zvoglohet, ndërsa Krishti të rritet. Bëj që edhe ne të zvoglohemi dhe ti të shfaqesh nëpër ne. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Në përmundimet e Gjonit, deshë që të mbrohet e drejta, në bëj të palëkundshëm në dëshminë së vërtetës sate. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Le të bjerë në mend për ata që kaluan nga kjo jetë, vendosi në brigjet e dritës dhe të paqes. Drejtoj o Zot hapa tan në shtigjet e paqes. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen.
Bëjo hyje gjithë pushtetshëm që familja jote të ecë udhës së shërbimit në udhëheqjen e shëngjonit, pararendes dhe të arrijë me siguri të Jezu Krishti, Zoti ynë, të cilin gjoni e tregoi të pranishëm, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.